vetri ma Gjergjo Kastrioti, fuqit ma... Të nderuar qytetar të të gjithë trevave shqipfolse, muaji mars për qytetin ton ka një domethënie të veçantë të historisë tonë kombëtare. Në datat 1 dhe 2 mars, Lezhë do të bëhet sërish epiqendër e historisë tonë kombëtare, ku e përkujtuar dy ngjarje të rëndësishme që lidhen drejt për drejt me identitetin, unitetin dhe trashëgiminë tonë. Me 1 mars ne nderojmë ditën e Arboreshëve. Kjo është një ditë homazhi për nder të qendresës kulturore dhe shpirtërore të Arboreshëve, por dhe një urë bashkimi mes shqiptarisë dhe diasporës tonë historike. Në kuadër të kësaj dite, do të nisim me një aktivitet letrar e Anlis, një hapësirë kushtuar fjalës artistike, trashëgimisë kulturore dhe frymës së bashkimit. Më pas, në sheshin e qytetit, do të qelet panairi e artizanëve nga gjithë Shqiptaria, që do të sjellë traditën dhe mjeshtërinë popullore në qytetin e Lezhës. Dhe në përmbyllje, festimet do të kulmojnë në një koncert për nder të Arboreshëve. Më 2 mars, në hollin e Bashkisë Lezhë do të hapet një ekspozitë ku do të shohim më nga afër historinë dhe rëndësinë e kësaj dite. Më pas do të vijojmë me ecjen simbolike në gjurmët e historisë drejt sheshit të qytetit, në nderim të bashkimit dhe vizionit që lindi në Lezhë. Ju ftoj të gjithëve të bëheni pjesë e aktiviteteve tona për të përjetuar së bashku historinë, kulturën dhe krenarinë tonë kombëtare. Lezhë ju pret për të festuar të gjithë së bashku.